Horoskopi ditor e shtunë 20 dhjetor 2025. Dashi. 20 dhjetori 2025. Paraqet një energji të fuqishme që rrethon marrëdhëniet tuaja, duke e bërë atë një ditë ideale për të zgjidhur çdo konflikt të zgjatur. Triniteti i hënës me Jupiterin sjell ndjesi zgjeruese dhe ushqyese, duke ju inkurajuar t'i qaseni çështjeve me një zemër të hapur. Në punë, një shpërthim frymëzimi krijues mund t'ju shtyjë drejt suksesit në një projekt që kërkon mendim inovativ. Bashkëpunimi me kolegët mund të përmirësojë rezultatet tuaja. Prandaj mos hezitoni të ndani idetë tuaja. Në çështjet e shëndetit, merrni në konsiderat miratimin e rutinave të reja të mirëqenies që përputhen me rritjen tuaj holistike. Financiarisht, një fitim i vogël por i papritur mund të përmirësojë ndjenjën tuaj të stabilitetit. Romanca lulëzon vonë në mbrëmje. Një bisede sinqert mund të ringjallë shkëndijat me një partner ose shpirt të ngjashëm. Shfrytëzoni sa më shumë ndikimet planetare duke u besuar instinkteve tuaja dhe veproni në mënyrë proaktive në fushat që kanë nevojë për përmirësim ose rritje. Planeti juaj sundues Marsi favorizon veprime vendimtare. Përqafoni ndryshimin me optimizëm dhe qëndrueshmëri sot. Demi. Lëvizje qiellore më 20 dhjetor 2025. Kërkojnë vetanalizë dhe reflektim. Venusi, planeti juaj sundues, sugjeron një pauzë për të rivlerësuar qëllimet dhe dëshirat personale. Sot, mund të ndiheni të tërhequr nga arti dhe kreativiteti. Lejojini vetes të eksploroni këtë rrugë, pasi ato mund të zhbllokojnë potenciale të fshehura. Në punë, një qasje metodike mund t'ju ndihmojë të lundroni në detyra të lodhshme, duke siguruar rezultate efikase. Bashkëpunimet mund të kenë nevojë për qartësi. Sigurohuni që komunikimi juaj të jetë i saktë. Financiarisht, sot është e favorshme për rivlerësimin e buxheteve ose strategjive të investimit që keni marrë në konsiderat. Dashuria dhe marrëdhëniet lulëzojnë me durim dhe mirëkuptim. Prandaj shmangni vendimet e nxituara. Beqarët mund të gjejnë lidhje kuptimplote brenda rretheve intelektuale. Sa i përket shëndetit, ushtrimet mbështetëse si yoga ose një shëtitje në natyrë mund të sjellin ekuilibrin e nevojshëm. Përqafoni durimin. Ai do t'ju udhëheqë drejt zgjidhjeve efektive për çdo sfidë. Qëndroni të përqendruar në vizionet afatgjata dhe shmangni konfliktet ose shpërqendrimet e panevojshme. Binjakët. Më 20 dhjetor 2025. Yjet paralajmërojnë një ditë plot energji krijuese. Fal rreshtimit të Mërkurit me Neptunin. Përdoreni këtë për të ushqyer projektet tuaja të pasionit ose për të ndjekur zgjidhje inovative në punë. Komunikimi është pika juaj e fortë tani. Artikuloni idetë në mënyrë bindëse për rezultate pozitive. Në aspektin shoqëror, paraqiten mundësi për të forcuar lidhjet me kolegët ose miqt. Jini të hapur për bashkëpunime të reja. Financiarisht, rivlerësoni çdo negociat të vazhdueshme për të siguruar që interesat tuaja janë të përfaqësuara mirë. Dashuria është e nuancuar. Beqarët mund të hasin një përputhje intelektuale joshëse. Për ata që janë në marrëdhënie, është koha për të ushqyer lidhjet emocionale me dialog me zemër të hapur. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë e shqetësuar përmes aktiviteteve fizike ose meditimit për të arritur qartësi mendore. Përshtatshmëria juaj është forca juaj. Shfrytëzojeni atë për të lundruar pa probleme në ndryshime. Jini të vetëdijshëm për angazhimet e tepërta, pasi balancimi i interesave të ndryshme do të sigurojë përparim pa lodhje. Inovacioni dhe spontaniteti përzihen për një ditë të gjallë përpara. Gaforria. Më 20 dhjetor 2025. Universi ju shtyn drejt kultivimit të paqes dhe stabilitetit të brendshëm. Ndikimi i butë i hënës inkurajon kujdesin për veten dhe rutinat ushqyese që rimbushin shpirtin tuaj. Në punë, një fokus në detaje dhe këmbëngulje është thelbësore për të përfunduar detyrat në mënyrë efikase. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rishikuar planet e kursimit, ose për të eksploruar investime të reja që përputhen me qëllimet tuaja të sigurisë. Emocionalisht, mund të ndiheni të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Mbroni energjinë tuaj duke e rrethuar vete me individ mbështetës. Ndër veprimet e dashurisë mund të kërkojnë një prekje të butë. Durimi dhe empatia mund të thellojnë lidhjen tuaj me të dashurit. Beqarët mund të gjejnë mundësi për lidhje kuptimplote përmes angazhimeve të komunitetit ose rretheve shpirtërore. Sa i përket shëndetit, një dietë ushqyese dhe koha e reflektimit mund t'ju sjellin përfitime të konsiderueshme. Përqafoni atmosferën e qetë të ditës për të medituar dhe për të ripërshtatur me aspiratat personale. Besoni në intuitën tuaj natyrore për t'ju udhëhequr përmes çdo sfide që lind, duke rritur forcën tuaj të brendshme. Luani.
20 dhjetori 2025 është një ditë e fuqishme. Pasi dielli harmonizohet me Marsin, duke ndezur besimin dhe vendosmërinë tuaj. Kjo shtytje kozmike ju fuqizon të ndërmerrni veprime të guximshme si në sferën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Në punë, cilësitë e leadershipit shkëlqejnë, duke ju mundësuar të drejtoni projekte drejt suksesit. Por mos harroni të vlerësoni kontributet nga anëtarët e ekipit. Strategjitë financiare mund të sjellin rezultate të dobishme nëse ndiqen me fokus. Në dashuri, pasioni dhe romanca rriten. Një gest surprizë për partnerin tuaj mund të shkaktojë gëzim dhe të forcojë lidhjet. Beqarët mund të gjejnë takime emocionuese në mjedise shoqërore ku karizma lë një përshtypje të qëndrueshme. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjitë tuaja në aktivitete që fuqizojnë trupin dhe mendjen si sportet ose shprehja krijuese. Kini kujdes nga mbingarkesa dhe jepni përparësi pushimit për të ruajtur vitalitetin. Magnetizmi juaj natyror tërheq mundësi. Shfrytëzojini ato me mençuri duke qëndruar të bazuar gjatë lundrimit në zgjedhje. Përqafoni entuziazmin dhe optimizmin dhe lërini ato t'ju udhëheqin në rrugën tuaj sot me qartësi dhe qëllim. Virgjëresha. Këtë 20 dhjetor 2025, Kozmosi nxit planifikim dhe reflektim të kujdesshëm, ndërsa Merkuri rreshtohet në mënyrë delikate me Saturnin. Kjo lidhje mbështet vëmendjen e kujdesshme ndaj detajeve, duke rritur aftësinë tuaj për të organizuar në mënyrë efektive. Në punë, mbështetuni nga këto energji për të përmirësuar proceset ose për të finalizuar projekte afatgjata. Financiarisht, vendimarrja kujdesshme në lidhje me investimet ose shpenzimet jep rezultate të frytshme. Shmangni blerjet impulsive. Në marrëdhënie, praktikoni durimin dhe dëgjimin aktiv për të zgjidhur çdo keqkuptim. Qasja juaj e menduar mirë ushen lidhje. Nëse jeni beqar, mbledhjet intime mund të paraqesin mundësinë për të lidhur thellë me dikë interesant. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në ruajtjen e rutinës. Një dietë e ekuilibruar dhe ushtrimet e rregullta rrisin mirëqenien tuaj. Qartësia mendore sot ofron njohuri në fushat e rritjes personale. Shkruani në ditar ose meditoni për të përshtatur me aspiratat e brendshme. Besoni në natyrën tuaj metodike për t'ju udhëhequr përmes detyrave të sotme, duke siguruar përparim personal dhe profesional. Vëmendja ndaj detajeve çiftëzohet me veprime të bazuara për të hapur rezultate të suksesshme. Peshorja. Më 20 dhjetor 2025, Venusi në harmoni me Marsin krijon një atmosferë të ngarkuar me ndërveprime dinamike shoqërore dhe kreativitet. Përqafojeni këtë shtrirje kozmike duke ushqyer lidhjet në sferat personale dhe profesionale. Në punë, puna në grup dhe diplomacia përmirësojnë rezultatet e projekteve dhe i përshtasin qëllimet pa probleme. Financiarisht, qasjet inovative ndaj sfidave të vazhdueshme mund të zbulojnë shtigje të reja për rritje. Në dashuri, prisni që shkëndijat dhe përpjekjet romantike të lulëzojnë. Ndoshta një shkëmbim i përzemërt mund të thellojë lidhjet ose të sjellë surpriza të këndshme. Beqarët mund të tërheqin interesa të mundshme në ngjarje kulturore ose me tema arti. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është qelësi. Merruni me aktivitete që përshtasin mendjen dhe trupin, si vallëzimi ose yoga. Përqafojeni rrjedhshmërinë ndërsa lundroni në ndërveprime të ndryshme sot. Shmangni stresin duke ruajtur harmoninë midis angazhimeve dhe kohës personale. Lëreni sharmin dhe drejtësinë tuaj natyrore të udhëheqin të gjitha shkëmbimet, duke siguruar që marrëdhëniet të përmirësohen dhe frymëzojnë. Kreativiteti dhe inteligjenca emocionale do ta drejtojnë udhëtimin tuaj drejt përvojave të përmbushura dhe pasuruese. Akrepi. 20 dhjetori 2025. Paraqet një ditë transformuese me rryma të thella emocionale që rrjedhin në sipërfaqe. Fal ndikimit të Plutonit. Zhytuni në aktiviteteve të zbuluese që zbulojnë potenciale dhe njohuri të fshehura. Profesionalisht, natyra juaj këmbëngulse ndihmon në përballimin e detyrave komplekse me sukses, me kusht që të jeni në çift me intensitet dhe takt. Strategjitë financiare përfitojnë nga rishikimi i qëllimeve afatgjata dhe përshtatjeve të mundshme. Në marrëdhënie, thellësia dhe intimiteti janë në qendër të vëmendjes. Ndani dobësitë për të forcuar besimin. Beqarët mund të gjejnë takime shpirtërore përmes rretheve intelektuale. Sa i përket shëndetit, kanalizoni emocionet në mënyrë konstruktive përmes aktiviteteve fizike ose rrugëve krijuese për të ruajtur ekuilibrin dhe për të parandaluar mbingarkesën. Kini kujdes nga shkaktarët emocional. Ushtrimet e themelimit si meditimi mund të ndihmojnë në ruajtjen e qetësisë dhe fokusit. Përqafoni ndryshimet si mundësi për rritje dhe qëndrueshmëri, duke njohur rolin e tyre në evolucionin personal.
Besoni në udhëtimin tuaj të transformimit, duke lejuar që si forca e brendshme, ashtu edhe mençuria t'ju udhëheqin drejt përmbushjes së arritjeve dhe lidhjeve më të thella. Shigjetari, 20 dhjetor 2025. Ju mbulon me optimizëm ndërsa Jupiteri ndikon në shenjën tuaj, duke inkurajuar përvoja të gëzueshme dhe vizione të gjera. Aventurohuni në ndjekje të reja intelektuale ose fusha të mësuarit sot, pasi ato mund të mbjellin fara për rritje në të ardhmen. Në punë, entuziazmi dhe një mendje e hapur tërheqin njohuri dhe bashkëpunime të vlefshme. Mundësitë financiare mund të shfaqen në mënyrë të papritur. Prandaj qëndroni të hapur ndaj ideve të reja për investime. Dashuria dhe marrëdhëniet lulëzojnë në aventurë dhe spontanitet, qoftë duke eksploruar skena të reja shoqërore apo duke planifikuar aratisje të papritura me një partner. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë në mjedise të panjohura. Sa i përket shëndetit, kanalizoni entuziazmin tuaj për jetën në aktivitete fizike që sfidojnë dhe fuqizojnë. Mos harroni të balanconi eksplorimin me momente reflektimi, duke ruajtur ekuilibrin personal mes energjisë dinamike. Kurreshtja dhe pasaporta juaj për përvoja të reja do ta udhëheqin ditën drejt zbulimeve shpërblyese dhe ndriçuese. Besoni në udhëtimin tuaj dhe në mundësitë që universi zbulon për rritje dhe gëzim. Britsjapi, 20 dhjetori 2025. Ju inkurajon të përqendroheni në stabilitet dhe shpërblime afagjata, ndërsa energjitë e disiplinuara të Saturnit harmonizojnë kushte të favorshme. Sot, kanalizoni vendosmërinë tuaj në vendosjen e qëllimeve dhe ndjekjen e objektivave të prekshëm. Në punë, përpiquni të rrisni efikasitetin e rrjedhës së punës. Qasja juaj metodike i bën përshtypje kolegëve dhe mbikëqyrësve njësoj. Financiarisht, planifikimi strategjik në investime ose kursime mund të forcojë sigurinë në të ardhmen. Në marrëdhënie, shfaqja e përkushtimit forcon lidhjet. Bëni përpjekje drejt harmonisë dhe mirëkuptimit me të dashurit. Beqarët mund të gjejnë ndërveprime kuptimplote me dikë që vlerëson strukturën dhe ambicjet e përbashkëta. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi rutinave të mirëqenies që mbështesin nivele të qëndrueshme të energjisë, duke përfshirë ushqyerjen e ekuilibruar dhe ushtrimet e rregullta. Qëndroni të qëndrueshëm dhe të adaptueshëm ndaj ndryshimit. Kjo qëndrueshmëri ju pozicionon në një pozicion të favorshëm. Besoni në natyrën tuaj të disiplinuar për të lundruar në sfida dhe për të hartuar shtigje drejt suksesit. Aftësia juaj për të parë pamjen e përgjithshme, ndërsa i kushtoni vëmendje detajeve, siguron arritje me përparim të palëkundur dhe rezultate të qëndrueshme. Ujori, më 20 dhjetor 2025. Prisni të papriturën, ndërsa Urani mbush ditën tuaj me energji shpikse. Përqafoni fleksibilitetin në përballimin e ndryshimeve të papritura ose surprizave që mund të çojnë në stimulimin e shtigjeve të reja. Në punë, idetë tuaja unike dhe perspektivat e freskëta mund të revolucionarizojnë projektet, duke ju pozicionuar si vizionar. Financiarisht, merrni në konsiderat eksplorimin e rrugëve ose investimeve jo konvencionale, por sigurohuni që të bëni kërkime të plota para angazhimeve. Në dashuri, liria brenda lidhjeve nxit lidhje autentike. Shijoni biseda tërheqëse dhe aventura të përbashkëta. Beqarët mund të hasin perspektiva romantike në mjedise të pazakonta, duke kapur imagjinatën. Sa i përket shëndetit, fuqizoni si trupin ashtu edhe mendjen duke eksploruar rutina inovative të fitnessit ose rrugë krijuese. Qëndroni të adaptueshëm ndaj asaj që po ndodh, duke lejuar mundësi të papritura për të udhëhequr rritjen transformuese. Përqafoni ekscentricitetin dhe kuriozitetin tuaj intelektual, duke u besuar atyre që të hapin dyert për përvoja pasuruese. Balanconi shkëputje me dëmshurinë për të nxitur përparim kuptimplot, duke ruajtur lirinë personale dhe lidhjet autentike gjatë gjithë ndërveprimeve tuaja. Peshqit, më 20 dhjetor 2025. Valët e buta të Neptunit ju frymëzojnë të ëndërroni shumë dhe të shfrytëzoni kreativitetin në të gjitha përpjekjet. Sot, zhytuni në rrugdalje artistike ose praktika shpirtërore që rrisin intuitën dhe nxisin imagjinatën. Në punë, leadershipi në proceset e idejimit fiton admirim. Kreativiteti juaj ofron vizionin e nevojshëm për të çuar përpara projektet. Financiarisht, përdorni depërtimin për të marrë vendime të informuara, veçanërisht në lidhje me marrëveshjet ose mundësi. Në marrëdhënie, empatia thellon lidhjet. Komunikoni hapur për të nxitur mirëkuptimin. Beqarët mund të zbulojnë se ëndrat e përbashkëta me dikë të ri nxisin fillime romantike. Sa i përket shëndetit, përshtatuni me praktikat holistike që shërojnë trupin dhe qetësojnë shpirtin, duke përfshirë meditimin ose tërheqjet në natyrë.
Të qëndruarit i dhemshur në veprime siguron mirëqenie dhe ushem marrëdhënie. Përqafoni rrjedhshmërinë dhe përshtatshmërinë e sotme, duke lejuar instinktin dhe vizionin t'ju udhëheqin përmes çdo sfide. Besoni në ëndrat tuaja dhe potencialin e tyre për të manifestuar në realitet, duke pasuruar jetën dhe udhëtimet tuaja të ardhshme me qartësi. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.